الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والمصلحين والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف ببيت الحرم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا تسوى فنندري فري الله فالي ذنديم كاكاي الصلوات والسلام بكريس المطمير محمد عليه الصلاة والسلام درجيت me familjen e tij të mëkuar, shokët e tij të nderuar dhe gjithë besimtarët që ndjekon rrugën e tij deri në ditën e fundit. Vëllezër të nderuar, sot me lejen e Zotit para jush kam përzgjedhur një temë që mendoj se është e nevojshme për secilin prej neve. Nuk përjashtohet asaj që flet për këtë temë e as ata që dëgjojnë që kanë defektet shumëta, por me lejen e Allahut të e këshillon njëri tjetrin që shpresojnë se Allahu na përmirëson zemrat e pastaj na përmirëson gjuhët e veprat tona. Siç jeni ndjeni, titulli i temës është Dituria pa vepër. Nuk po kam qef para juve me bo definicione të caktuara rreth kësaj teme, por po du mi pas parasysh disa gjëra secili prej neve. E para pyetja është se a kemi dituri për senet që na dërgojnë xhenet. Unë jam i sigurt se shumica prej neve kemi dije për gjëra që na shpijnë xhenet. E dyta, pse na kemi neglizhencë për mi vepru ato gjëra. Në këtë pyetje secili prej neve duhet me marrë me shkru se pse nuk po vepron me dijen që e ka. Është shumë e rëndësishme mi ditë defektet për mu përmirësu. Nuk mujna për shembull na, nëse kena një smundje trupore mu shëru prej sajna, nëse nuk e dina mënyrën se që do të me trajtu diagnozën. Qështu është edhe çështja e smujave shpirtërore që po na pengojnë prej veprimtarisë me dije. Ndaj secili ka gjëra që tjetri s'ka. Dhe secili duhet me pas një trajtim të posaçëm që më së miri ai e din ndaj vetes vet për më përmirësu. Por disa gjëra të përgjithshme krejt i dina. Për shembull, e dina se Allahu na sheh. E dina se Allahu e din so dina. E dina se Allahu dhul xhelal na din për kon po veprojnë. E dina se Allahu ka dhënë melek që shkruajnë çdo vepër të mirë që bojna dhe çdo vepër të keqe që bojna. E dina se Allahu ka përgatitur xhenet nëse na veprojna mirë për hir tina. E dina se Allahu ka përgatitur zjarr nëse na e kundërshtojna dhe nuk veprojna me dije. E dina se Iblisi është prej krijesave më të dishme, por pa dije. Dhe e dina që pejgamberi alayhis salam është krijesa më e dishme, por me dije. Andaj secili prej neve duhet me zgjedhë se kanë ka ërnek për jetë. Për këtë shkak Sheikhul Islam Ibn Taymiyja ka shkruar një libër që ka quajtur Dallimi mes robëve të Rahmanit edhe robëve të Shejtanit. Është e lehtë për më bo Rabbi Rahmanit, por është një ashtu shumë e lehtë për më bo Rabbi i Shejtanit. Andaj zgjedhja është në dorë tona. Ndaj kjo është një hyrje përgjithshme që para se të filloj 8 pikat e shpjegimit me pas parasysh se ndryshimi fillon veç prej vetes. Edhe më shumë dunjaja me të ndryshu, nëse ti se ki mene nuk ka mundësi me ndryshu. Në edhine se ka pas njerës që kam pa pejgamber, por nuk kanë vendosur më ndryshu dhe kanë mbet njerës më të këshin histori. Për shembull Abu Jehli, në kohën e ignorancës është thirrë Ebul Hakem, baba i urtësive, për shkak të mençurisë dhe të ndërsimit të madh që ka pas në popullin e vet. Por me ardhen e pejgamberit alayhis salam vendosi mos më ndryshu dhe ka marrë një epitet që nuk ju largohet deri në ditën e fundit, baba i ignorancës. Është quajt me ato që më shumë të ka urrejt për shkak se nuk ka vendos vetën më ndryshu. Ndaj besoj se
se cilë prej neve që nuk ndryshon, problemi është të vetja vetë, do të më morë shumë e vetën për me po ndryshim në jetën tonë. Por, sigurisht se janë disa pika që duhet së cili prej neve mi pas parasysh karshi këtij ndryshimi. E para është dija. Imam Bukhari rahimahullah thoshte el-ilmu qabla al-amal. Në librin e dijes në Sahih e quante një kapitull dija para veprës. Pra para se me ndryshu, të du të me ditë qysh duhet me ndryshu me marrë dije. Dhe na jena umet që Allah Azza wa Jall shpallën e ka fillu duke na urdhnu me mësu, siç thot Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Fjalët e para që kanë zbritur pejgamberit sallallahu lexo në emrin të Allahut, Zotit tonë që të krijoi. Pra kjo është umet i dijes dhe nuk është umet i ignorancës. Andaj ky është hapi i parë që duhet me marë drejt në ndryshime reale. Po ashtu vëllezërit e mi, kur flet Allah Azza wa Jall për ata që din i lavdran, dhe thot Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, thuaj a janë të barabartë ata që kanë dije me ata që nuk kanë, padyshim se nuk janë të barabartë. Andaj që kjo është që na duhet me marë dije të mirë fillt, që na lecën me ndryshu, në ndryshim që Allahu e dënë. Jo në ndryshim që na mujnë me deviju, Allah në rojtë, të në shtakini gjëna, por merë terapi, gabim edhe veç futësh në gjëna e tjera. Po ashtu vëllezërit e mi, Allahu thot, innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, vërtet frikën e kanë Allahut robët e tij të ditur, dietar. Andaj kjo është hapi i parë që duhet me pas, për me pas frikë Allah, me pas dije, e prej këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte, ana akhshakum wa a'lamukum billah, unë jam ma shumë të që kam frikë Allahut, për shkak se unë jam mas miri Allahun e lartësuar. Andaj sa më shumë e njohët Allahun, aq më shumë i kena frikë. Kur e dina për shembull që prej emrave të Allahut është Raqib, vëzhgues, nuk ka mundësi me bo asnjë veprim e sa Allah që dëgjon edhe e din në detaj se pse për bërë atë veprim. Njerë e din se kur del para një Zoti nuk ka më arsye, nuk mund më arsyetu për veprimin e keq, ose për jetën e keq, ose për Allah në rujt atë punën e keqe që e ka bërë. Ndaj, kjo është e para që me ditë sa më shumë për Zotin tonë. Po ashtu kur robi e din se Allah është Allamul Ghuyub, që din çdo të fshet, e din fshetën si të hapën, mënohet që edhe kur është vetë, edhe kur është para telefonit, para televizorit, me rujt vetën prej gjënat, se din se Allah është e dëgjon, e vëzhgon, dhe ja sjell krejt ato që ka bo, dhe Allah në rujt, mund më bo shkak e fshehtë e tina, rebelimi ti në Allah më të mi, me ju shkatru kërejt veprimtari e tina. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, Allah ka prej rabbe, që jetone jo në qiyame, vinë ditën e kiametit me vepra sa mali të hame, po Zoti ja shkatron, për shkak se sa në kalejt vet i kanë ra harame me Allahun në rujt. Po ashtu pejgamberi alaihi salam, kur falke për dijen thashte, men yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, kun Allah ja don khairin, ja mëson me kuptu fen. Këtu faqih Ibn Abbas radhiyallahu anhu thashte është ai person që e praktikon ato që e mëson. Nuk quhet faqih askush prej njerëzve derisa nuk e praktikon ato që e mëson. Kështu në mësonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe e para është dija, vëllezërit e mi. E dyta do të me ditë se dija është mjet, nuk është qëllim vetvete. Dija është mjet që do të më shumë vepër. Shumë njerëz arsyetojnë se kena dituri dhe kjo dituri e morën se na kursen për Zotin në veprim. Sikurse Iblisi është krijesa që ka dije shumë të madhe, por veprimi i tij është
krejt ndryshe për veprës, andaj shumë njerëz sot kanë dije, ndoshta nëse e fut në provime, ai mund të arrijë edhe doktor shkencë për shkak dijes të madhe që ka për fe. Por ai vjen që ai njeri është njëjtën kohë, njeri që vepron me dijen e vet, nuk i vjen. Andaj nuk është dija shkak në vetvete. Na mundem më bëj edhe hafiza, na mundem më bëj edhe doktor shkencës, me ditë detaje për gjëra që shumica njerëzve si dinë, po krejt këtu mund me pa shkak që më bëj të partë që zjarri hapet me neve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që përmend Abu Huraira prej tij, që është tek Buhariu dhe Muslimi, thoshte me 3 njerëz fillon zjarri. Nëse si shkon që këtë hadith, krejt kishon menu se zjarri fillon me dikën që e vran, me dikën që masakran, me dikën që vjen bën zina, bën punë të këqija, por fatkeqësisht ky hadith na mëson se zjarri fillon me ata njerëz që në aspektin e jashtëm janë model për tjerë, me dietaren apo hafizin e Kuranit, pastaj me ato që ka dhënë bujaren dhe me ato që ka vdek në rrugën e Zotit, mujahidin, pra me këta fillon zjarri i xhehenemit, Allah na ruaj. Dhe pse fillon zjarri i xhehenemit me ta? Thot Ibn Taymija rahimahullah, për shkak se këta në aspektin e jashtëm i ndok si pejgambert dhe janë si mi thonë vetit pejgamber rrejshëm. Pastaj vazhdon Ibn Qayyim e komenton këtë fjalë dhe thotë çdo njeri që ka dije dhe s'ka veprën gjëson me Musejmen Kedhab, me Musejmen që ka thonë vetit pejgamber dhe në sens s'ka qenë pejgamber, Allah na ruaj. Ndaj kjo është që na duhet me ditë, dija nuk është qëllim, por është mjet që na ofron drejt qëllimit, e qëllimi është me konë vepra për hir të Allahut azza wa jalla. Dhe jo dini se Allah i mëson surën Saf, kur fol për këtë kategori njerëzish, ju drejtohet besimtarëve dhe i thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun." O ju që keni besuar, pse po thoni ato që nuk e veproni? Kaburat maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Është prej gjunaheve më të mëdha të Allahut me thonë ato që se vepron. Ibn Abbas rahimahullah këtë jetë kur e komentoj këtë thashtë, dhe ta dinë çdo njeri, çdo dietar që s'ka vepër, se Allahun e ka hidhru me dijen e vet. Çdo njeri që ka dije, po s'ka vepër, me çfarë dije që e ka hidhru Allahun, për shkak se nuk e jetson ato që e ka mësu. Është fort gjunaj ma të Allahun, na me thonë me thirr njerëz diçka që vetë se veprojnë. Dhe Allah kur të folë në surën Bekare për këtë kategori njerëzish, në kryet cilë janë jehudit, thoshte "Atamuruna an-nasa bil-birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun." Ai ne të thirr njerëz për punë të mira, e përharroni veten, e ju e lexoni librin, asin të mend. Para në vazhdimit e mi çfarë ajete? Apo boni shkaktor që njerëz me kanun në xhenet, më bu ullat xhenetit e jo me ranë zjarë. Në farmyrë, apo boni si shiriu që jetë një dritë tjeve e vetën e shkathrani, kështu është një njeri që ka dije, po zëvëfran me ta. I thirë njerëz, i shën njerëz në xhenet, ndërsa vetë në xhehenem. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, në xhehenemit e shohin një njeri që i thërken rrugën e Allahut në xhehenem, të lidhën zorët e tina për një hekuri që kur e ngreke ai hekur, ja shkoqet ke ishna prej dhimbjes të madhe që ndjek, prej trupit prej dhimbjes të madhe. Pastaj i ofrojshin njerëzit dhe i thoshin: "As na thirrshë ti për punë të mira, as na thirrshë më falë, me agjeru, me lexu Kur'an, as na ndaleshë ti prej punëve të këqija." Thoshte: "Po, unë ju thirrsha në punë të mira, po vetë nuk punojsha. Ju thirrsha më ndalu prej punëve të këqija, po vetë nuk ndalesha." Para më nëne çfarë skene na bjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej zjarrit. Na tregon një shembull një njerit që është
shumë ma keq se xhehenemi tjerë, të paktën ata janë zgjidhur, ndërsa ky është I lidhur I prangosur, po për çka? Për Zotin. Dhe e dini që operacionet që bëhen për pjesë më të ndjeshme në trupin zor, do të mi pastruat të mirë për mi prej. Edhe ajo kur kopët për një hekurit të zjarë, sa shumë dëm dhe dhimë shërtan. Andaj vllazni që kjo është dënimi I atij njerëzit që I thirr njerëzit e harron veten. Ky është si pejgamberi rrejshëm Allah më rrit, që I thot vetit rrejshëm pejgamber pa kon hiç, edhe këta që nuk veprojnë, edhe nëse jena na që nuk veprojnë, thirrën e pejgamberëve, po veten e harrojnë. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte nuk lëviz koma besimtarët në ditën e Kiametit, pa u pyet për dijen sa ka vepruar me to. Nuk lëviz koma vllazërit e mi. Nuk mund me lëviz një kom, një hap me bon ditën e gjykimit. Kur fillon llogaria, vetë se kena më vetë për krejt dijen që kena, prej fillimit deri në fund, a kena vepruar me to? A kena punu me to? A kena bërë sinqerisht për hir të Allahut? Ndaj këto hadithe të shërbejnë shumë mungun në zemrën tonë, në mendjen tonë, në shpirtin tonë, se nuk ka shpëtim pa veprim. Nuk ka mundësi me hinë xhenet pa veprim. Nuk ka ajet në Kur'an, e as hadith, e as fjalë të selefit që kanë kuptuar fenë që çdohet, që thot dija mjafton pa vepër. Ka ajet që thot bima kuntum ta'malun, kjo për shkak të asaj që keni vepruar. Ama nuk ka ajet që thot bima kuntum taqulun, kjo është për shkak të asaj që keni thonë apo keni ditë. Nuk ka kështu vllazërit e mi. Andaj nuk ka mundësi njeri me shpëtu në ditën e Kiametit pa vepër. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lutej prej dijes pa vepër. Thoshte Allahumma inni a'udhu bika min al-'ilmi la yanfa. O Zot, kërkoj mbrojtje prej dijes që s'ka dobinë. Thoshte Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kjo dije që s'ka dobinë të është dije që s'ka vepër. Ngjason me pemën e thatë, e cila nuk ka fruta. A shërben e sen? Po, shërben. Lën ndjekësën. Që ashtu është edhe një njeri që s'ka dije. Shërben trupi ti, ama lën ndjekësën për lëna. Nga në rujtë për kësoj dënje. Si pëmë e thotë, që ashtu është edhe një besën tonë, pa vepra, shërben, veç në ndjekësën për një zjarë, që dëllimin të fillan këpucat në zjemë të vëllim trutë. Pas parasysh këtë qashtë, me pas ma seriozisht të vetën tonë, që është në zbatimin dijes. Nuk është e thone me shpërndo poslime, njerëz me thirë, e me bu lajke, e me bu më dhonë mas të përkashmes. është shumë esenciale, me ditë sa jena të e praktiku që ata që përbojna. Allah Azza wa Jall flet për kategorinë e njerëzve pa dije dhe thot: "Mathalul ladhina hummilu at-taurata, thumma lam yahmiluha, kamathalil himari yahmilu asfara." Shembulli I njerëzve e atyre që e morën të vratën dhe nuk e zbatun, nuk e praktikun, ngjason sikur shembulli I gomorit që bart libra. A bëhet dietar një gomor që në mbi shpinën e tij bart libra? Nuk bëhet. Shikoj çfarë shembull Allah po merr për një njeri që ka dije pa vepër. Si një gomor që bart libra. Sa nuk I bën dobi libri I gomorit, që ashtu si bën dobi dije dietarit pa vepër. Allahu përshon një njeri me dije pa vepër gomor. Jo unë, as ti, po Zoti I bot mëme. A në ka në qme më të madhë, se sa me morë epitetin gomor të Allah në nëjtë. Nuk në bën dobi vëznit e mi, as libra në raftë që I kena, e as ligjeratat që I ngojna, e as ato që I shpërndojna, e as ato që ja bujna njerëzve nëse vetë së veprojna. Sigur se që si bën dobi gomorit, kur gjë
njësë sa marë me libra mbi shpinën e vetë. Për kontrazi, në bënë dëmë, në bënë në ndjekë së të zjarët në gjahnamin, Allahu në rojtë. Pikë tjetër shumë në rëndësi që dohet me pasë parasysh është marrja e shembull e selefit. Qysh ata kanë me pru? A kanë qenë dietar apo kanë qenë praktikues? Është shumë e rëndësishme kjo pikë. Abu Huraira radhiyallahu anhu, po ashtu Abu Abdurrahman as-Sulami, siç e përmend Tirmidhiu në Sunenin e tij, thoshte nuk mësoj shumë 10 ajete, veçse i praktikoj shumë, pastaj mësoj shumë dhe e tjera. Omer radhiyallahu anhu, edhe djali vet Abdullah ibn Omer, ka mbut 12 vjet, tjetri 8 vjet derisa e kanë mësu surën Bekare. Qysh e përmend Imam Malikun Muwatta, e krejt kjo se nuk kanë mësu pa praktiku. Nuk kanë mësu pa praktik. Nuk janë ndonë mas epitete, hafiz, dietar, talebe, hoxh, jo, këtu duhet njeri më largu. Allah nuk thirë hajde, o të gjematli që shkeshën dhe se as o t'i hoqë që u falëshë njerëzve, as o t'i student, jo, Allah thirë o filani, biri filanit, a ke vepru, dvejt me dije. Nuk kanë këtu epiteti kur gjëhish vlerë për Allah. Andaj mos ma shtrohëm mas shikimit njerëzve, se njerëz s'kanë në gjyku. Kam në gjyku me likit dhe janë, që nuk kem shenjat ati kur gjë, vepra as njetën tona. Po ashtu, shumë prej dietarëve, si Aliu radhiyallahu anhu thoshte, dija thret në vepër, e nëse nuk përgjigjet, aja largohet. Nëse nuk përgjigjet me vepër, largohet. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur falke, kur i mësejke sahabët me dije, i mësejke njëherë njoft, dhe i lypshën ma shumë të shtë jo se lodhni. Nuk ka qenë esencë të ajtë me zgjatë hydben. Hydbja ti ka qenë me shkurt, se sa namazi. Ka njerë ka pnu surën Qaf, ka njerë disa pjesë prej An'ame, prej Jusuf, e kështu më radhë, prej surët tjera, dhe shumica e hydbe të pejgamberit a.s. kanë qenë në Kur'an. Përse ta nuk kena hydbe të shkruane prej ti, përveç hydbes kanë të mirëse, se shumica kanë qenë ajetet të Kur'anit. Esenca s'ka qenë me folë shumë. Zaten, so ka folë pejgamberi a.s. në nësnit e mi. Na njoftë ja kalojna ma shumë sa i krejt jetën. 12.000 hadithet sartë dhe kemë. 12.000 thonja. 23 vjetë për nga më. Për pjesë të me ditë i vjen një thonjën në 2 javët. Pak ka folë, ama shumë ka vepro. Pejgamberi a.s. thoshte Ibn Omer nuk urdhënon të diçka, veç se ishte se era i shpejt për me vepro. I pari, nuk ka ndodhë me thirë njerëz pa vepro. Njëherë ta vend i kërkanin me ngull Ibn Omerit me shku numre me ta. Tu menu se tu shku numre, kam ju kalzu shumë, kam ju përmen hadite, ajete, kam ju emocionu që shkina shërna me ngu një gjerata që ne emocionojnë, me ngu derse. Jo, kjo nuk është esenca që kërkuat për një. Kështu i menënën edhe ta ben, thot, jena nisë me Ibn Omerit, kena shku në Mekë, kena nejtë 2 javë, jena këthy, kanë po deri sa jo shku 1 javë, deri sa jo këthy 1 javë në kamë, me deres që kanë shku, plus 2 javë kanë qëndru, thot, nuk kena dëgju, prej tina vese ama mërre, edhe njëherë nga kalzu një hadith. Së kon esencë të ta me folë shumë. Esencë kon të ta me punu shumë. Zatën sahabë, e kanë shti islamin edhe ta vejnë të djetarë të mdaj në vendet e larkëta si Indonezia, Malezia, të vene pa luft, pa fjallë, me vepra. Vetëm se si shki kanë fatu punu. Dërsa na sarina vëznin të mi me vepra,
me fut islamin as shtëpia tona. Na s'jena model as për fëmijët tonë, as për gratë tona, as për familjen tonë. Pse kena shumë fjalë e pak vepra. Kush prej neve është model që mos me shku X apo kur në xhamat? Kush prej neve është model mos me i kur namazin natës? Që gruaja vetë me po gjithë në sejdë, në pjesën e tretë natës. Kush prej neve është model të fëmijë i vetë që mos me kalu kur një ditë pa lexuar fakt një xhoz Kur'an? Kush prej neve është model në sadat që e mëson fëmijën e vetë me dhamë fshet? E kështu me radhë. Pra na jena model veç me fol, ama jo edhe me vepru. Për këtë prej këto shumë prej të parëve tonë thoshin, ka qenë një kohë që kanë vepru njerëz po s'kanë tregu. E kanë marrë vesh veprimtarinë e Zejnul Abidinit veç mos vdekjes tina. Kush nuk e ka ditë se kush pimon dëvarfnit e Medinës, vesë ma se vdekë Zejnul Abidinit. Me vdekjen e ti dëvarfnit ty në kuka, thonë nuk përna vjen ma ushqim që në vind të natën. Dhe kër e pastru në gjenazën e ti, thanë, e këna pastru një gjenazën që shpine i shbo, krejt vreda, për shkak dëbartjes, të ranë mbi supe për mjo që dëvarfnë. Kur na këna trofit nderën e një fshirë, apo nderën e një dëvarfnë dhe këna pu një zonë për a pa kërkush. Kur na këna pa një sodat që se din, nuk e din të soj ka dhonë, veç që kesh një dorë në gjepë, se din soj ke pas. Dhe nëzni, pa i boj që tu, nuk ka ndryshë. Pa në gjasu me se lejtë me vefrem, nuk o bashkrim me ta në gjaneta. Nuk ndryshohet funi o metit, vesa që shumë ndryshohet fillimi i tina. Po dhe i dhe në jadë të ke, vazhdo njeri më qujt ignorant dhe i sa nuk më veprane. Nuk e këna qujt me fjallë tjera, kërkën djetar nëse e këna pas që s'po punën me dje. Edhe nëse ka pas dje në dënjas, nuk e ka marrë epitetin e djetarit. E gjashta pikë që në ndihmon shumë për me ndryshon këtë aspekt është me ditë se problemi jo një kohës është se kena informata shumë, kena ligjerata shumë, kena mundësi me ngu djetarë, kena mundësi me lexu librat për këthyne prej hoxhëllarëve, librat se lefet, kena shumë mundësi të mira për më bu njerëz të Firdevs, do të asnit e mi. Kena mundësit aorta më konë zbashku me Abu Bekrin në Omerin Firdevs. Po pëse s'po arina? Për shkak se nuk kena shumë frikë prej Zotit, so kena informat. Nuk kena shumë dashni për Zotin, so kena një për Zotin tonë. Para mëna që dije që e kena për Allah, me këthyn praktikë, se qysh ishe kontin, qysh ishe konë betonë në Allah, për vetë dhe për sëtësën për juve, se ishëm konë model ju veç në venin tonë, po në ashtë më botë krejt për dëvët shmej. Veç mi jetësu që të shqipina. Mo hisë asë një informat të rejë mësë me marë, dhe i desëm. Veç mi praktiku që të shikna një, e shikna ledzu, prej fillimi dhe i sëtë, kena më bo shambë për të mirë për njerëzim. Unë nuk jena të vëpru kështu. A kena shumë sinceritet so kena dhije? Kë është problemi jo. A kena shumë moral në familje? A kena sjellje so kena dhije? A kena kujdes prej haramu so kena dhije? Kush prej neve, hale nuk e ka kuptu se me këshyrë haramu në gjëna? Krejt e kena kuptu, po pëse vazhdojnë me këshyrë? Kush prej neve nuk e ka kuptu rëndësinë e namazit natës, po pëse filjajnë kur zbret Allah në dunja? Kush prej neve se ka kuptu edhe rëndësinë e xhamatit në xhamin, sabah, drejke, po pëse kom të tona ale s'përshkull, pëse jargon e bo ma shma e ranë se imam? Këtu e probleme, mësni. Këtu e probleme që se cilë prej neve du të më morë me vetën. Du të me i thonë vetës, qaki. Pse po futesh në grupin e munafikëve?
që të ka bua Allah Azza wa Jalla që të s'pengon. E marrë me vetën, me krejt qenjen edhe me punu me të. So prej neve dina për rrezikun e përgojimit edhe hapet përgojimin. So prej neve dina për të keqen e gjelezisë edhe hapet gjelezojna, për të keqen e mendje matësisë edhe hapet shumica e telefonave dhe se merret statistikë është. Ishe se unë këmë bu këto, unë ato, e në bëni statistikë mes të fejunve dhe njerëzve që në lidhje, se so lavdohen në mje vete, është merë më. 99% e çdo telefonatë është lavdim. E pastaj, qështu kur të bashkohen, ankohet gruja tëtë, ka qenë para martesës, për që kanë gjësu me sahabët e sallallahu alaihi wasallam, asë namazën s'pe falë. Nuk e në rregull këtë asë. Nuk e në rregull më paraqit para njëve. E pika e shtatë që kështë ose me marë edhe me punu me të është dijen që nuk sjell vepër, është alarm i keq, se jetu në gjësu me iblisin, jetu në gjësu me krijesën më të keqe, që ka folë me Allah Azza wa Jalla o vllazni, ka folë me Allah edhe apet së në shumë. I ka po krejt dhe janë mërtë edhe apet së në shumë. A në ka rrezik se më ndodhë që edhe na me folë me Zotën e krejt dhe janë mërë në ashtë për para apet nuk në shumë. Ka është rrezik i ma, ndaj kjo është alarm, çdo dije që kena, për çdo vepër të fesë, e nuk e veprojnë, është alarm, është smuj, është kancer, që po të jep trupin një alarm që në me të se nëse nuk e përmison, e pësë. Një shajnë kërë më nashit, që diçka nuk e në rregull, sodo që i kushtën shkujnë e këshirën. Pëse për në jep alarm që më prish kërë, a më prish imoni, më prish zemra, më bu pjesë e banurët zjorët, se ka kush gajnë. Si ka kush gajnë këto alarme. Sa herë në kumë s'puna përgjigjet Allah ndo, a menën që s'ka Allah në ndonë? Jo përshë Allah, po për shak teme, për shak tonë. Se meritën Allah në ndonë, ashtë të njësë mu. Vebra jo të se meritën, jeta jo të se meritën. Ndë këtu janë alarme, që nëse në nuk morëm me tu, sinqerisht, e kena me pësura. Nëse s'ka përgjigje doja në dynja, asa rrezik që s'pranohet veprën në ahiret. Bukhariut është frigona më s'ma përgjigje Allah në dynja, se nuk po mi pranohet veprën në ahiret. Dërsa thoshin për të zbën të vaki, me shudor, me sëmener, kishte përgjigje. So që një herë janë një gruj tha, letë Allah në më shëru, ishte smut, ta Allah shëru, u shëru me, pastaj u frigajke Bukhariut, është mos Allah po ma shpejten, në dënjo, e më përma përkojnë në akhire. Edhe pse ju ka përgjigj, u frejvejke prej vetës, prej mos pëhen diçka, prej ojshbit me një matësis, në zemën e tina. E fundit nësni të mi, është si me këthy dijen në praktik. E para është me pas sinceritet. So jena të sincert, atë shumë kena vepra. Studioj jetën e Abu Bekrit ka aspekti sinceritetit, e shëp se ka pas vepra më shumë se krejt tjerë. Edhe shëp se i ka thonë për nga mërë se më të këmë thirë për të dyre gjenetet. Veç qas ju prej shti aspekti, sinceritetit një jetën e Abu Bekrit. Për nga mërë a.s. ka pas zakën në kohën e duhas, mi pyjtë shokët e vetë. Duha para dite, 9, 10, 11, para drejke, para orës 12. Me pyjtë se qka kene vepru sot për të mira. Thot kush e ka vizitu një të shmur e Abu Bekrit, thot tonë, kush për ju e ka ndimu një vjetër e Abu Bekrit, kush për ju e ka ndimu një barë për Abu Bekrit, kush e ka përcjen një gjenazë Abu Bekrit, kush e ka falë sabon në gjami Abu Bekrit, kush e ka falë namazën e natës Abu Bekrit, gjithë unëm në thot t'i ki më thirë për të dyre gjenetet. Qas ju prej derës sinceritetit, e qas se qysh Allah, ta në cënë me bo mërëna një dite,
Qa dikuj që e të mërëna një viti me po. Qysh Othmani ka lexu Kur'anin për një natë, dhe sa në ti për një mujë s'po mujna, qas që bëjës ndeja sinceritetit dhe mërvesh. Qysh Khalid ibn Walidi ka thonë, nata para se me i luft, është me dashën se nata para se me i ndandër, veç del për ideja sinceritetit dhe mërvesh. Ama pak e der, këto gjana gjohen qohen khurafat të pamundë në jetën tonë. E dyta vëllezërit e mi, fillon me një vepër, prej sot, jepja besën Allah që keme ndryshu. Keme marrë me zbatu një, edhe keme lam një haram, me zbatu namazën gjemat. Jepja besën, beri Allah në sejtë, se lëshej namazën gjemat veç në i dishka qudeshme, që s'është ndonën temë. Edhe jepja Allah besën prej sondet, që s'kime imo në Facebook, kime mbyllë krejtë se sa në shpëdujnë. Sa ato këshyrë haram, në TikTok e qajnë ato rjetën, jepja besën. Wallahi ma mirë është mi shpu. Sytë, me i kësejnë, me koshta, që zonë këshyrë haram. Pasha Allah në sejës në avin ato sytë, që buën shaktonë mësë me po Allah në akhiret. Fillon me diska, jepja besën Allah me diska, se ndryshën nuk ka ndryshën. Të e morë vetën me të mirë që 10 vjetë je i në islam, që 15, që 20, që 30, edhe hales për më në arrit me lanë një gjëna, hales për më ndonë në gjematë sabah, kështër se gardimi është të tërë. Fillon me do vej për të vogla, pejgamberi për të vazhdueshme, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte ahabbu a'mali ila Allah adwamuha wa in qallat. Veprat më ndashën ka Allah e në vogla për të vazhdueshme. Andaj fillon me ndryshim prej sotit, mështu i nesër, thuj sot. Sot me njerë prej tash, jepja besën vetën tonë Allah, ma se ngohë këtë ligjërat, se kime ndryshu. Edhe mos me nëse Allah ka me të prit me lulja nëse të së ndryshat. Jo, se kjo është aje menimi keq që shejtani fut në zamën tonë. Hajse Allah ta falë, bëj që ka dush Allah ta falë, jo Allah nuk ta falë. Nuk i kujgjë ma shumë të se sa që kanë pas pejgamber prej mirësive, pas nuk i kujgjë ma pak. Se sa kam pas njerës të kësi, krejti ki, ndryshime në duane tane, fillon me ndryshu prej sot në shprej që Allah Azogjen në mërë shpirtin të ndryshu, e nejse radiallahu anhu edhe me to për përkëndaj të është, nuk i kom pa 2 dit njëjtë shok të pejgamberit e l'Islam. Nuk kam pas mundësi me pa dikën prej tyne 2 dit njëjtë, vese çdo dit ka ndryshu diçka, edhe i bëntejnë të është, u gjedit islami mundu 60 ame që 60 vjet eri për 3 islamin tem. O fjalla, shtej diçka prej vepra, e mënonë me largu diçka prej gjënara, që 60 vjet kjo është luft, këtë gjihad i madhë që të është Ibrahim e Nakhaju, po këte jam prej gjihadit vogën, gjihadin e madhë, gjihadin me nefsen, luftën me nefsen, luftën me kujtën, me efshin, luftën me mendimin e keq për Allahun, e prej mendimit keqër se Allah në falë, pa marrë për asysh na ndryshojna jo përsa Zotin, nëse së ndryshojna së bëmë të mirë, Allah kur nuk në bënë barabartë për Abu Bekr në Omejnës, po edhe nëse ndryshojna, Allah kur nuk në lënë barabartë me Iblisin e pasus të ti, ndaj dorën të në ndryshimin, e nësë Allah më në përmisu zamrat, më në gjallë zamrat, më në fresku me imanin, me punë mira, ndihmon e vetin me namaznate, me lutjen. Mështet një Allahot, ndryshime është veç me ndimin Allahot, iyake na'budu wa iyake nasta'in, ty të adhërojna, po të të mështetë o Zot, edhe të të mështetë, s'ka adhërim, s'ka përmesim, pa mështetë krejt në Allahon, dhe pa munu mi marë kejt shfaqet që Allah në ardhënën, mështetën Allah është mi marë shfaqet, sikur se nuk jem mështetë, e pasaj më mështetë Allah, sikur se nuk e marë asë një shkak, kështu në mështetë parton, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.